Ky episod u mundësua nga Vodafone, Abibank, Melia, Lajthiza, Metropolitan, Tumo. Ja ku jemi, zyrtarisht në dimër, zyrtarisht në sezonin e radhës, që jemi në dimër është e dukshme edhe nga zëri im, por nuk është ndonjë gjë e madhe njoftoje. Gjë e madhe në fakt është historia e të ftuarit të këtij episodi, jam me fat që ai më tha po, dhe që unë po e nis me një histori ringritje këtë sezon. Ka një arsye të fortë që doktori famshëm Pëllum Pipero ka qenë larg jetës publike vitet e fundit. Ai është sot këtu me mua dhe ne do ta tregojmë gjithë historinë. Faleminderit shumë që më the po. Faleminderit shumë që të thash po, por ishte po e fortë. Po, shiko, kështu natyre ke qenë gjithmonë, doktor Pipero. Nuk më e dukur asnjëherë që ke qenë një e mesme me pak. Ti ke qenë o këtej o andej. E ke ndarë shapin nga sheqeri. Prandaj dhe njerëzit të donin shumë në pandemi, sepse e para nuk i trembje, por e u thoje të vërtetat kështu me një lloj dashurie. Ishte një lloj fytyre shumë popullore. Ja kam thënë të vërtetat, po ja kam thënë edhe but, edhe ashpër, po kanë qenë gjithmonë i qetë në ato që thosha. Dhe unë jam, do të thotë se unë jam i vërtet. E sakt. Arsyeja që ne jemi sot këtu është në fakt historia juaj në vitet e fundit. Nuk isha e sigurt nëse do e pranonit ftesën, sepse e di që keni kaluar një kalvar të gjatë me shëndetin, dhe unë them që është koha që ta tregojmë. Gjithçka ishte perfekte me jetën e doktor Piperos. Një ditë më parë kishte qenë për gjuhë e tij, të nesërmen kthehet në punë si zakonisht, por ndodh diçka që ja ndryshoi jetën, të paktën për 2 vitet në vazhdim, jashtëzakonisht shumë, në mënyrë radikale. Tu desh dhe të mësosh të flasësh nga fillimi, po mund ta nisim nga dita e problemit tënd shëndetësor. Problemi im shëndetësor ishte i papritur. Unë isha përgja ditën e diel, kam bërë 14 ose 15 kilometra. Jam shtruar për drek me gjuetarët, jam shtruar për drek, kam ngrënë drekën, kam ardhur në shtëpi, isha pak i lodhur, por s'kisha asgjë problem. Dhe pastaj fjeta, vajta në punë, kam bërë 2-3 vizita në punë, më kanë marrë telefon shokët edhe miqt, dhe pastaj vajta tek një doktoraturë. Doktoraturën e kisha shumë qejf sepse ishte edhe e njohura ime, edhe unë mora Arianin edhe shkova. Arian Harxhin, shokun tënd, mikun tënd, kolegun. Dhe Arian Harxhin po është shoku im i mirë. Dhe shkova tek doktoratura. Dhe më pas ndjeva një si këputje, si lodhje. Dhe u ktheva në Ariani, po nuk i thash gjë dot Arianit, edhe u këputa me... Humbët ndjenjat. Humbën ndjenjat edhe nuk e di çfarë ndodhi me mua. Pastaj më kanë thënë që shkove në kardio, i bëra ato EKG-t, bëra skaner, pastaj më thanë, mu nuk mera vesë gjë. Ju nuk i mbani këto momente? Nuk i mbaj mend, por më ka thënë profesor Ariani. Dhe ai imagjeristi duhet të kishte thënë, ose duhet të thoshte, do ta çonin në neurologji. Aty në neurologji nuk kishte atë pajisjen e duhur, ose nuk e di çka kishte ajo pajisje, ose nuk bëj, ose nuk ishte. Dhe në ndërkohë profesor Ariani kishte njoftuar djalin tim, ai ishte tek neurologjia, sepse ishte për një punojse të vet. Më mori djali edhe Ariani edhe
gjithë shokët e mi dhe më çuan tek spitali amerikan. Unë kam vajtur për 2 orë, 2 orë e gjysmë, nuk e di, por më tha doktori që po të mos kisha ardhur për 3 orë, gjendja do të ishte shumë alarmante. Nuk dije apo shpëtoje apo jo. Më kanë bërë operacion me sondë të dërguar në tru, edhe unë nuk mbaj mend gjë fare. Do më thënë, nga dita e dytë, unë mbaj mend që më ka ardhur Eltar Deda, sepse nuk mbaj mend asnjë gjë. Eltar Deda më kishte ardhur kur isha 1-2 orë mbas operacionit. Dhe e mbani mend Eltarin? Unë e mbaj mend Eltarin. Vetëm Eltarin? Jo njerëzit e tjerë të familjes? Apo doktorët e tjerë? Nuk i mbaj mend as infermiere, as doktor, as të afërm, as një gjë. Vetëm Eltar Dedën mbaj mend. Dhe Eltari... E shpjegon sot pse e mba mend apo jo? Nuk e shpjegoj dot, por më tha Eltari kur isha mirë, më tha unë se di se si ke shpërtuar ti. Pastaj erdhi doktor Petrela, ishte neurologe, ishte ai që më bëri operacionin. Ishim plot. Profesor Petrela më tha, do të rrish qetë, mirë, nuk do të flasësh, edhe pastaj unë thosha, okej, por nuk, do të thënë, e mbaja mend çfarë do të thosha, por nuk e artikuloja dot. Pra fjalët i kishit në kokë? Fjalët i kisha, por nuk e artikuloja dot. Sa zgjati kjo? Po, një 10 ditë në spital, edhe pastaj kam shkuar 7-8 muaj, nuk kam folur fare. Dhe pastaj më erdhi me zysh ose me mësuese, më erdhi, do të thënë, goja avash, po për një vit unë e kam marrë pak a shumë veten, do në kam marrë 5%, 10% veten. Edhe unë akoma nuk flas do të mirë, por ja, Jo, kjo ju flisni shumë mirë krahasuar me atë që keni kaluar. Tani sigurisht që ai doktor Pipero, orator i madh i televizioneve, por me sa duket jeta është e tillë, na sfidon edhe te pikat e jona të fortat, që fjala ka qenë një pikë e fortë e juaja. Një 8 muaj mësime vazhdimisht. Kur e shkruaja, e thosha fjalën, po pastaj nuk e thosha dot më. Kështu që, pastaj e kam marrë veten gradualisht. Si është të mos kesh mundësi të flasësh? Ti kesh fjalët këtu, edhe të kesh pa mundësinë për t'u artikuluar, për t'u shprehur. Duhet të jetë qendra këtu, sepse unë nuk e artikuloj dot fjalën, por e kam në mend fjalën ashtu, dhe nuk e artikuloj dot. Nuk e di se si është qendra këtu ose qendrat, por nuk e artikuloj dot. Do të thënë, kam ardhur duke artikuluar vazhdimisht, por nuk e artikuloj dot fjalën që edhe këtu po t'i them fjalët. Po i thua shumë mirë, po unë dua të dija, doktor Pipero, ndjesinë. Çfarë ndjesie të jep një njeriu, një doktor, një njeriu që vetëm ka folur, vetëm është shprehur, po edhe një njeriu që ka patur komunikimin normal dhe nuk ka patur një komunikim publik. Si ishte për ju ky privim? Se ju e keni kuptuar, keni një eksperiencë që ne të tjerët se kemi patur, për shembull. Por unë nuk e thosha dot fjalën, e kisha në mend, e kisha në gojë, por nuk e thosha dot. Po dua të kuptoj, u mërzite për këtë? E përjetoje keq? Të bënte nervoz?
Dëgjoj, Pate frikë se nuk do të flasësh më? unë pata frikë se s'do të flas më. Edhe isha shumë i brëngosur nga brenda. Nuk e shpreja dot, nuk e thosha dot, nuk isha i mërzitur, po i brëngosur nga brenda isha. Dhe sikur të mos flisja fare, nuk e di se sa do të bëja, por Do shkruaje libra. Cili ishte njeriu që të ka kuptuar me sy? Që të ka kuptuar më mirë nga gjithë që nuk kishe nevojë vërtet? Se ne themi kuptohemi pa folur, po ju e keni provuar vërtet në lëkurë. Djali, vajza, gruaja, e kanë kuptuar që unë isha duke folur. Edhe pastaj e ka kuptuar Mila. Mila që ishte në Itali, o gjysh më thoshte, po pse nuk flet dot? Ti do flasësh. Po edhe unë kam filluar të flas, pak nga pak kam filluar të flas. Mbas 2 muajsh isha pedagog prap, bëja leksionet, por i bëja me një asistent, bëja mësim, por e bëja me asistent dhe e kam marrë veten nga dorërisht. Ju i keni dhënë, kur u takuam më thatë që i keni dhënë makinës për 4 muaj, por ju është dashur të mësoni për të folur shumë muaj më vonë, shumë kohë më vonë. Pra, disa, si me thënë, zakone nuk i humbët? Dëgjoj, unë zakonet i kam pasur dhe do të shkoja në Belsh, unë do të shkoja në Belsh. Do të shkoja në Razën, do të shkoja në Razën, do të shkoja në Sarand, do të shkoja në Sarand. Nuk më thoshte njëri se si do të bësh. E kam pasur ndjenjën e të bërit shumë mirë, po të folurit nuk e kam pasur mirë. Mua më tha neurologja që ti do ta marrësh makinën pas 1-2 vjetësh. Por unë e kam marrë që 4 muaj, edhe kam shkuar tek puna, kam ardhur, por edhe kam bërë një aksident. E rëndësishme është që je mirë. Çfarë ndodhi konkretisht që të preku të folurin? Po, se ju e shpjegoni edhe si mjek tani, dhe besoj keni lexuar. Gjuha, qendra e gjuhës është shumë afër me qendrën që ka bërë tromb. Aty ndodhin të gjitha gjërat. Mbasi kam bërë tromb, nuk kisha të folurin, po kam pasur dhe këmbën dhe dorën të plogësh fillimisht, po pastaj e kam marrë veten. Pastaj unë isha në Itali pas 4-5 muajsh, bëra gjithë kontrolët atje. Neurologu më tha të kanë trajtuar shumë mirë. Po të kishte qenë pak më përpara, do të ishte shumë më mirë. Ndërhyrja. Po, ndërhyrja. Ke humbur pak kohë në atë momentin kur ke shkuar në neurologji dhe pak orë më pak, sikur të kisha vajtur për 1 orë gjysmë do ishte më mirë, sikur të kisha vajtur për 1 orë do ishte më mirë. Unë kam vajtur për 2 orë. Ke shpëtuar. Kam shpëtuar. Çfarë shkakton trombolitin? Çfarë shkakton? A mund ta parandaloj një njeri atë? A ka shenja që mund t'i kishe lexuar doktor Pipero dhe që i ke ignoruar? Unë kam pasur shenja sepse jam shtruar një herë në Gjeorgji, kam qenë tek aeroporti dhe më ka rënë të fikët. Më çuan në spital, do thënë më njoftuan që kisha tromboemboli në zemër. Më hodhën serume, më hodhën ilaç dhe unë atë tromboemboli duhet ta kisha mbajtur në kontroll. Sepse tromboembolia shkakton tromboza. Bëhet një lëmsh këtu në zemër dhe krijon trombe dhe trombet vënë në zemër, vënë në mushkëri, vënë në mëlçi, po vënë edhe në tru. Dhe
Unë atë se kam trajtuar. O nuk e kam marrë vesh mirë atje, o nuk kemi qenë këtu të vëmendshëm, unë nuk e kam trajtuar. Dhe nuk e kam trajtuar dhe më ndodhi sepse tromboembolia ishte pasojë e zëmrës. Në qoftë se unë kisha marrë ato ilaçet e mpiksjes edhe kordaronin, nuk do kisha gjë. Por unë nuk i kam marrë edhe prandaj ndodhi kjo gjëja. Pse nuk i ke marrë? Nuk më kishte thënë një gjë tjetër doktori, sepse më vizituan edhe këta doktorët këtu tek QSUT-ja, më kanë bërë disa herë kardiogram ose elektrokardiogram, por nuk kam pasur gjë. Okej, ka ndodhur, ka qenë edhe e shkruar. Po, me që jemi te doktorët dhe te sistemi dhe kam një doktor që ka qenë është bërë pacient. Se të dy kemi qenë pacient këto vitet e fundit. Përveç profesioneve tona të para, të bëhet profesion dhe pacienti pastaj. Kur e pe sistemi Ti je mjeke pa u bërë mjeke. Po, tamam. Kur e pe sistemin shëndetësor, jo si doktor, po si pacient, çfarë mendove për të? Nuk ka aparate për të gjithë të sëmurët. Dhe unë kur shkova, kur kam shkuar, ai aparati ishte aty. Por nuk punonte. Kam nxjerr, mbasi shkova te amerikani, kam nxjerr një si plogështi. Dhe unë që kam qenë në ministri drejtor i përgjithshëm, duhet kisha marrë disa masa. Tromboembolizën, trombozën, EKG-n, skanerin, rezonancën, ti kisha bërë më mirë. Edhe ministri ishte okej, edhe ministri tjetër ishte okej, por nuk kishim para. Dhe nuk kishim para për të gjitha. Mjekësia do shumë para, do buxhet të madh që të kesh shëndetësi, në fakt. Po pse? Dhe buxheti jon ishte shumë i vogël. E kam thënë diku te libri se doktor Pepero e ka lexuar librin dhe jo një herë, më ke thënë e ke lexuar 2 herë. Po dua ta kuptoj pse e ke lexuar. Një herë si mjek, një herë si pacient. Po e bukur. Është një moment që them që në Shqipëri duhet jesh 20 ose 30 vjeç që të jetosh mirë, se pastaj po të nisin problemet shëndetësore, ballafaqohesh me një realitet shumë të trisht edhe as pak dinjitoze. Mendoj që nuk është dinjitoze për ne pacientët, po nuk është dinjitoze as për mjekët, se mendoj që ka mjek që duan t'i bëjnë ca punë mirë. Nuk mendoj, kam një mjek këtu përballë që po e nis nga vetja duke thënë mund ta kisha bërë më mirë, mund ta kishim bërë më mirë. Ke ndonjë pritshmëri që do ndryshojë shëndetësia në vend? Dgjoj, unë kam pasur, por nuk kam më ndeshmëri se mjekësia do ndryshoj. Të paktën brezin tim, sepse edhe 10 edhe 20 vjet nuk ka gjë mjekësia për të ndryshuar. Do të vazhdoj me protokollet që nuk do të zbatohen, do të vazhdoj me mjekësinë elementare, edhe elementare nuk e ofron. Mund të përmirësohet. Mund të përmirësohet, do të përmirësohet se s'bën, që të bësh ekzaminime, që të bësh imazhëri, që të bësh skaner, që të bësh scintigrafi. Pra të kesh një mjekësi për shembull siç është ajo italiane. Mund t'i afrohemi ndonjë ditë ne dhe pse? Çfarë na mungon? Më na mungon vullneti, ka një gjë që s'shkon, na mungojnë parat, nuk kemi para ta bëjmë, kushton shumë para dhe nuk kemi para dhe fshihemi pas gishtit. Këtu mungojnë shumë gjëra, por mungon vullneti i qeverisë. Vullneti politik. Vullneti i qeverisë. Pse nuk ka një qeveri interes të lërë shenjë duke vënë një stamp në sistemin shëndetësor dhe të mbahet mend? Sepse sistemi shëndetësor nuk t'i jep frytet sot për nesër dhe nuk sjell vota me një herë dhe është një gjë shumë në vazhdimësi. Dgjoj.
arsimi, mjekësia dhe policia bëhen me vullnet të politikës, bëhen me vullnet të qeverisë, bëhen si që ka bërë Italia, që ka politika shëndetësore dhe e ka kur rrin njëra, do të vazhdoj tjetra, kur arrin tjetra, do të vazhdoj tjetra. Dhe nuk e ka si Shqipëria. Neve çdo vit bëjmë politikat shëndetësore. I bëjmë treja, secili i bën sipas qefit vet, sipas qefit vet. Drame madhe. Politikat shëndetësore janë si t'i ofrojmë shëndet popullit. Siguracione, shëndet për të gjithë dhe sigurime. Në qoftë se s'bëjmë këto të treja, s'do bëjmë asgjë. Në një vend si ky yni me një potencial të madh njerëzor dhe turistik që po ecën përpara me ritme të shpejta, nevojitet një partner i cili e kupton dhe e ndan me ju vizionin tuaj të investimit. Abibank ofron mundësi financimi fleksibël dhe të personalizuara për të rritur biznesin tënd. Abibank mbështet gazetarin e mirë, por edhe njerëzit e mbar punëtor, puna dhe mundi të cilëve nxit progresin e biznesit dhe të Shqipërisë. Qëndroni me podcastin. Pse jemi ne kaq dritë shkurtër dhe pse jemi ne kaq jo larg pamës? Pse dikush nuk e sakrifikon atë urinë e momentit, egon e momentit, për të bërë diçka dhe për t'ia lënë pas shoqërive dhe brezave që vinë? Pse se bëjmë ne dot këtë, se ka bërë asnjë, me sa duket? Kur isha unë drejtorie, morëm specialistë të huaj dhe bëm politikat shëndetësore si do të jenë më mirë. Dhe ai u botua si libër dhe ndriti aty. 3 ministra që kanë ardhur, të tëra kanë bërë politikat shëndetësore dhe i kanë lënë aty. Politikat shëndetësore janë një. Kombëtare. Po, kombëtare. Nuk janë partijake, nuk janë me mandate. Po, kombëtare. Okay. Kështu që ne bëjmë politika shëndetësore edhe... Shumë e qartë, dhe jemi këta që jemi dhe pastaj shkojmë 2 orë e gjysmë me vonesë tek spitali private dhe lodhemi më shumë për të mësuar. Po, kështu që... Çdo kush mund ta kishte rrugën pak më të lehtë, sepse në fund fare pastaj jemi ne, edhe është fati ynë dhe Zoti. Dhe me që shkova te Zoti, ke besuar gjithmonë te Zoti? Unë nuk kam besuar fare. Kam qenë ateist. Por që kur më ndodhi kjo, jam me Zotin, i lutem Zotit dhe i lutem Zotit të na lërë shëndosh e mirë dhe i lutem Zotit t'i japi shëndet shqiptarëve. Unë pak po prisja që të thoje që i lutesh Zotit t'i japi shëndet familjes tënde, po u tregove tamam doktor Pipero i famshëm që flet për gjithë shqiptarët, më erdhi shumë mirë. Po, unë duaj që të mos na shpëtoj vetëm Zoti. Do duhet që të kishte edhe këto mekanizmat e tjerë. Pastaj padyshim Zotin e shpëton gjithmonë, Zoti e shpëton gjithmonë Shqipërinë edhe shqiptarët, e ka thënë dhe Konica, po mirë është fillim të shpëtojmë dhe ne veten dhe njëri tjetrin dhe të ndërtojmë sisteme. Ti e ke thënë shumë mirë te libri që duhet të shkojmë tek spitali në kohë, duhet të shkojmë tek mjeku në kohë, duhet të shkojmë tek farmacisti në kohë. Por është koha që nuk të premton ose të do të thënë është koha që nuk të premton, sepse merri me gjëra të tjera. Pse e lexove librin 2 herë? E lexova 2 herë. E lexova 1 herë dhe e lexova për të dytën sepse kisha gocën që ma donte me çdo kapitull. Dhe kapitullin e lexoja edhe ja thosha gocës. Ja thosha gocës sepse goca është shumë e dhëna pas meje dhe më bën
trajnime. Për gjuhën? Po, për gjuhën. Pra, e lexova 2 herë, e lexova 1 herë, kështu pastaj e lexova çdo kapitull për t'ia thënë gocës. Dhe nuk e di, e lexova si pacient pastaj. Arsyeja që nga jashtëzakonisht prekse për mua, më prek vërtet. Si ka emrin vajza juaj? Gena. Gena. Pse Gena zgjodhi librin tim që t'ja thuash, apo e bënde me libra tjerë? Dgjoj, unë kisha Vajza e Postës, një libër të Lutfialiat, po jo, vajza e mori një ditë tjetër dhe do të lexosh këtë edhe do të bashkosh këtë edhe... Oh, interesante, interesante. Okej, mirë, më vjen mirë shumë, valët na bashkojnë, ne u takuam rastësisht në Teg para... Po. Në Vjesht, po. Në një panajir të vogël libri, u takuam aty, edhe jenë dhe në një nga rilëset e mi të turit të librit. Po, më vjen shumë mirë, jam shumë e lumtur që e ke lexuar librin, po mbi të gjitha unë jam e lumtur edhe jam shumë e gëzuar që jeta ju ka dhënë një mundësi të dytë, doktor Pipero. Dhe të marrësh një shans të dytë, është fjalë e madhe, është të jesh vërtet i zgjedhur i fatit dhe i jetës. Dhe përpiqesh pastaj të bësh disa gjëra ndryshe. Jo të gjitha, po disa gjëra i ndryshon. Unë i kam ndryshuar. Ju çfarë keni ndryshuar? Çfarë reflektimi keni nga ky shans i jetës? Unë kam ndryshuar besimin në Zot. Po, atë e pash, edhe më vjen mirë. Kam ndryshuar të folurit, po se kam ndryshuar shumë të folurit. Sjelljen. Kam ndryshuar kur vete tek mjekët i lavdëroj të tërë. Edhe unë, pse e kemi këtë, mos i marrim çik me të mira? Jo, Apo... i lavdëroj të tërë. Edhe unë i dua shumë. Bëjnë gjëra shumë të mira. Po, i dua shumë, më prekin vërtet, më vjen keq. Kur iki në shtëpi, marr mesën edhe dal për jashta. Dal 2 orë për jashta. Dua shumë fëmijë, dua shumë shoqen e jetës, i dua të tërë njerëzit. Tani më ri pak te shoqja e jetës, tek Moza. Unë kur isha ashtu, thash se nuk do të shpëtoja më. Dhe Zoti më ka dhënë këtë shans të dytë. Por dashuria për Mozën është një e tëra. Dhe do të thënë jam bërë mi urtë. Disa sa rjetë shumë fletë zemra. E ke vënë re, dalin fjalët vetë tiu. Nuk u mendove fare kur fole për Mozën. Për të tjerët mendoheshe nga pak. Ja. Tamam, është një dhe e tërë. Edhe një dimension tjetër. E di çfarë jam kurioze, doktor Pipero. Çfarë ndodh me ne njerëzit që edhe unë kam patur një periudhë shumë më herët, jo tani në fakt, po më shpërforcuar me problemin tim shëndetësor, që e kam për raportin me Zotin. Pse njerëzit kur sëmuren, kur kalojnë sfida të tilla, kthehen te besimi tek Zoti, që është gjë shumë e mirë. Po pse duhet ndodhi një gjë kaq e madhe që njeriu ta zgjojë? Dgjoj. Është frika? Jo. Trembemi dhe ja kemi nevojën? Të jemi të sinqertë, se ne jemi të vërtetë unë. Jo. Unë kam bërë shumë të mira te njerëzit. Po. Edhe unë kam dëgjuar shumë për ju që vetëm të mira keni bërë. Domethënë kam bërë shumë të mira te njerëzit. Edhe Zoti si duket më fali. Dhe tani do t'ja drejtoj Zotit të madh, që më fali dhe më krijoi këtë jetë të dytë. Dhe çdo gjë e bëj për jetën e dytë, por e bëj për të mirën e familjes dhe në shenjë mirënjohje. Në shenjë mirënjohje. Doktor Pipero, ka një gjë që nuk po e realizon as teknologjia dhe mjekët kanë patur një kuriozitet dhe njerëzit kanë një kuriozitet për botën e përtejme. Dhe disa njerëz që janë zgjuar nga vdekje klinike thonë që disa kanë parë fusha të blerta, disa kanë parë njerëz të panjohur të bukur, disa kanë parë dëbor, disa kanë parë një tunel.
Nuk e di nëse në atë momentin tuaj të tronditjes, të goditjes në kokë, që keni qenë pa ndjenja, keni parë diçka apo kujtoni diçka? Nuk e di a kam parë, nuk e di a kam parë, sepse ishte moment i qasit. Po ndjesi, kujton? Jo, Jo. nuk kujtoj asnjë ndjesi. Por unë kam përshtypjen që këto që janë varur, ose e kanë bërë për kështu, për eksperiment, ose janë varur dhe i ka të hequr, i ka shtyrë njëri nga këmbët dhe kanë prerë litarin, shohin shumë gjëra. Fusha jeshile, tunele, male, kodra, dhe unë nuk e di. Ju vetë nuk keni parë asgjë të tillë. Nuk kam parë asgjë. Për njerëzit janë varur eksperimentalisht 1 minutë, 2 minuta dhe janë prerë litari, kanë parë shumë gjëra. Kanë parë shumë gjëra. Se doktor është varur litar, është prerë litari edhe ka parë shumë gjëra. Kanë parë seksin. Po. Kanë parë fusha, kanë parë male, kanë parë... Do më thënë, është një gjë që ta jep Zoti, nuk e di. Është një gjë që nuk shkon dot mjekësia dhe nuk shkon dot aritmetika aty, po është një gjë që ne nuk e shpjegojmë dot. Që njeriu e kupton me sa duket kur është atje. Dita jote tani është një ditë normale, me makinë, nget, lart e poshtë, punon, je aktiv? Unë jam aktiv sepse jam profesor i ftuar, kam zyrën atje, kam vete 2-3 herë në javë, nga 2-3 orë, 4 orë, pastaj vete në shtëpi, jam aktiv, shkoj pi kafen, dalë me mesën, dalë mas dite me shokët. Do më thënë, bëj vizita në klinik, kur kam vizita, sepse kur s'kam. Dhe kështu. Okej. I ke ralluar pak vizitat? Në krahasim me... Unë nuk i kam ralluar, po më kanë ralluar ato. Sa i sinqert, doktori. Pse mendon që të kanë ralluar? S'ka nevojë, janë mirë me shëndet. Po janë mirë. Të shpresojmë. Ke plane për jetën? Për shembull të ulesh dhe të shkruash një libër? Unë e kam pasur plan gjithmonë të shkruaj një libër për nënën dhe për veten time. Por nuk e di, a do t'jem në gjendje ta shkruaj apo jo. Nuk i dihet, me shpresën të Zotit. Me shpresën e Zotit. Faleminderit shumë, doktor Pipero, për këtë rrëfim. Shpresoj që t'jesh një kumbar i mirë për 2026-ën tonë të dashur. Shpresoj që të kemi sa më shumë lajme të mira, në fakt, nga njerëz që i kemi për zemër, i duam. Unë jam gëzuar kur kam mësuar që ju ishit mirë me shëndet dhe që ja kishit dalë të ringriheshit pas atij sulmi në kokë. Më vjen mirë që jemi këtu edhe që e rrëfye me thamë historinë tuaj. Shpresoj që dikujt apo disave apo shumëve t'ju vlej, sepse ndërsa ju flisnit, unë kam menduar, doktor Pipero, se thellë është vullneti ai që na bën ringrihemi. Ju keni patur vullnet për ta mësuar gjuhën, për ta mësuar shqipen, për t'i mësuar fjalët i artikuloni nga fillimi. Pa vullnetin tuaj nuk do e kishte bërë dot Antigoni, zysh Antigoni. Edhe unë ju falemnderit, shumë ju falemnderit. U takuam atë ditë që tek-teku që ishte më udhëruat libër, më keni bërë mekut më të mirë, nuk e di. Më vjen mirë. Unë e kam lexuar librin tuaj 2 herë, po shpresoj që të shkruash edhe një libër tjetër, edhe 2 libra tjerë, dhe mundësisht të bëhesh shkrimtarja më e madhe në botë. Po. Më e madhe në botë, jo, po. Po. Të bëj, sepse libri juaj është unikal. Faleminderit. Shumë faleminderit. E vlerësoj shumë me thënë nga një mjek.
Unë nuk bëra shumë plane për librin, e kam thënë dhe në herë të tjera Dr. Pipero, e kështu kjo është si off records, po nuk ka probleme, regjistrojmë. Nuk kam bërë asnjë plan me këtë librin. Kur e shkrova, mendova që do ta lexojnë disa gra dhe vajza, po pastaj ato u bën shumë. Edhe libri, ashtu si puna e njeriut, ka fatin e vet, dhe pati fatin e vet. Ndoshta se ajo që thatë ju në fillim për veten, asgjë nuk është e vështirë kur thuat vërtetën. E vërteta do një çik kështu furajo, por ta letëson jetën. Faleminderit. Edhe shumë faleminderit që ishe sot, uroj shëndet të plot deri ditën e fundit. Faleminderit shumë. Ky episod u mundësua nga Vodafone, Abi Bank, Melia, Lajthiza, Metropolitan, Tumo.